FB TV. Përshëndetje, unë jam një djalë 26 vjeç. Prej disa vitesh punoj në qytet, në një magazin të madhe materialesh ndërtimi, ku merrem kryesisht me fakturat dhe regjistrimin e mallit. Nuk e kam makinën time, kështu që çdo mëngjes udhëtoj me autobusin e linjës. Unë jetoj në një fshat pak më poshtë, por autobusi e ka piknisjen nga fshati i dajave të me. Çdo det, rreth orës 7 pa qerek, autobusi ndalon në stacionin tem. Në atë autobus udhëton çdo mëngjes edhe gruaja e dajës tem. Ata jetojnë pikërisht në fshatin nga ku niset linja. Dhe ajo punon në qytet, në një rrobaqepsi. Doja em është mjaft më i madh në moshë se ajo. Për të qenë i sinqert, Doja ka qenë gjithmonë një natyrë e vështirë, njëri shumë fanatik dhe xhelaz. Ai nuk e linte atë të vishej ashtu siç donte. Nuk i lejonte të lyhej as me një buskoq të thjeshtë, kur shkonte në punë. Dhe praktikisht ja kontrollonte çdo lëvizje. Çdo mëngjes, kur e shehja në autobus, ajo ishte e veshur shumë thjesht, pothuajse me rroba të gjera e të errëta. Dhe rrinte gjithmonë me kokën ulur. Kur hypja unë në autobus, vendet ishin të gjitha të zëna. Ajo ulej gjithmonë në karriget e para, pranë grave të fshatit dhe bisedonte me to. Unë thjesht i thosha mirëmëngjesi kur kaloja. Shkoja në fund të autobusit, qëndroja në këmbë pranë derës së pasme dhe bëja muhabet me djemt e tjerë që njehja. Ky ishte rutini ynë prej vitesh. Por gjërat morën një kthes tjetër muajin e kaluar. Doja em duhet të udhëtonte jashtë shtetit. Kishte ca kusherenj në Zvicër. Dhe shkoi atje për rreth 2 javë për disa punë dokumentesh. Shtëpia e tyre mbeti vetëm me gruan e tij. Të hënën e asaj jave, dola në stacion si zakonisht. Autobusi erdhi dhe unë hipa brenda. Sa po kalova shkallët, hodha syt për ta përshëndetur si çdo ditë, por mbeta në vend. Ajo ishte aty, por nuk dukej si gruaja e dajës që shehja për ditë. Kishte veshur një këmishë të bukur, flokët e kishte lëshuar të plot dhe kishte vënë pak makijazh. Dukej krejtësisht një njeri tjetër, shumë e re dhe plot jetë. Dhe gjëja tjetër që më bëri përshtypje ishte se garrigja pranë saj ishte bosh. Ajo më pa dhe buzëqeshi. Hajde Olo, më tha, të kam ruajtur vendin sot. Unë nuk fola shumë, thjesht eca drejt saj dhe ula. Autobusi u nis. Zhurma e motorit e mbyti pak bisedën, ndaj na duhej të flisnim pak më pranë njëri tjetrit. Çfarë është gjithë ky ndryshim sot? E pyeta unë, duke u munduar të mos tingëlloja keq. Ajo shikoi nga dritarja për një moment, pastaj u kthye nga unë. Nuk është burri im këto, tha ajo qetë. Prandaj dua këtu ditë të ndihem e lirë. Të vishëm si të dua, të lyej flokët, pa pasur dikë që të më tregoj me gesht para se të dal nga dera e shtëpisë. Apo të më marrë në telefon 10 herë në ditë, për të më pyetur me kë jam. Fjalët e saj ishin të drejtë për drejta. Gjatë gjithë rrugës, ajo filloi të më fliste për gjëra që nuk i kishim diskutuar kurrë. Më tregoi për lodhjen e saj, për faktin që martesa nuk ishte ashtu siç e kishte menduar, për xhelozinë e dajës që e kontrollonte pa asnjë arsye. Unë thjesht e dëgjoja. Ndjeja që ajo kishte mbajtur shumë gjëra për brenda
dhe tani thjesht donte të fleste. Por ndërkohë, unë isha shumë i vejdeshëm për faktin që ishim ulur pranë njëri tjetrit. Era e parfumit të saj dhe mënyra se si i binte këmisha i jepni një pamje që më bëri ta shehja krejt ndryshe. Zbretëm në stacionin kryesor të qytetit. Zakonisht atë se cili shkonte në rrugën e vetë. Unë djathas drejt magazinës. Ajo majtas drejt roba qepsis. Por ajo nuk lëvizi. Ka mende kohë pare se të hapet dyqani më tha. Pim një kafe. Pranova, shkuam në një lokal të vogël aty pranë stacionit. O olëm në një tavolinë cep. Ajo përësiti kafen dhe biseda vazhdoi prap aty ku e lam në autobus. Për herë të parë, po e shehja, jo si gruan e dajes, por thjesht si një grua e cila kishte ëndra dhe dëshira, që i ishin shtypur për një kohë të gjatë. Kishte filluar të më pyeste për jetën time. A kisha ndonjë vajzë, çfarë bëja pas punës, pse isha gjithmonë aq i heshtur. Ndjeja një ndryshim të plot në mënyrën se si po rrenim. Nuk ishte më asnjë barrierë formale. Unë flesja lershëm dhe ajo më dëgjonte me vëmendje. Koha kaloi shpejt dhe u desh të ngriheshim për të shkuar në punë. Unë i thash se do ta shoqëroja deri tek dera e rrobaçepsisë. Pasi e kisha ende edhe pak kohë. Ecëm përgjatë trotuarit, rruga ishte ende e qetë, sepse ishte herët në mëngjes. Pak njerëz kishte rrotull aty. Para se të delnim në rrugën kryesore, ku ishte puna e saj. Duhej të kalonim një rrugicë të shkurtër me kaldrëm. Kur arritëm në mes të rrugicës, ajo u ndal. Nuk eci më tej. Unë ndala gjithashtu. Fiks përballë saj. Aty ishte një boshllëk. Zhurma e makineve dëgjohej pak më larg, ndërsa aty ishte një qetësi e plot. Ajo nuk tha asgjë, thjesht qëndroi aty përballë meje. Nuk ishte asnjë lloj fshehjeje në atë që po kërkonte. E dinim të dy shumë mirë që kjo situatë kishte dalë jashtë çdo rregulli familjar, që në momentin që unë isha ulur në atë karrige të autobusit në atë mëngjes. Unë bëra një hap të vogël përpara. Eca drejt saj, pa u menduar gjatë. Ngrita dorën e djathtë, ja vendosa butësisht në anën e fytyrës, duke i prekur dhe lëdhatuar flokët. Ajo për një moment i mbylli sytë, sapo e preka. U përkula pak përpara dhe shikova drejt në sy. Ajo nuk i hapte dot. Më pas e putha drejte në buzë. Ajo nuk bëri asnjë hap mbrapa, përkundrazi. E pranoi puthjen me një herë dhe po ashtu edhe ma ktheu. Dhe ne qëndruam atë në atë rrugicë pa u nxituar dhe pa folur asnjë fjalë tjetër. Ndërsa qyteti sa po kishte filluar të rrëzgjohej rreth nesh, ne po vazhdoni me puthjet tona. Por pastaj, nëse doni ta dini vazhdimin e historisë, bëjeni videon like.